Policia e Tiranës ka ndaluar Erben Goxhen, pronarin e kompanisë AMG Food, i cili më 11 mars importoi nga Brazili gati 8 ton mish pulet kontaminuar me salmonel, që përfundoi në treg duke rrezikuar shëndetin e qytetarëve dhe që ende nuk është tërhequr e gjithësasia. Specialistët e seksionit për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar ndaluan shtetasin Erben Goxha, 50 vjeç, të shpallur në kërkim për veprën penale, importim, prodhim, shitje dhe ruajtje e ushqimeve të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve. Pas konsultimit me prokurorin, u vendos procedimi në gjendje të lirë i këtij shtetasi, njofton policia. Produkti i ardhur nga Brazili është futur në vendin tonë përmes portit të Durrësit, ndërsa më 21 mars, përgjigjet e analizave të kryera në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare kanë treguar se mishi është i kontaminuar me salmonel. Në pritje të përgjigjes së analizës, AKU thotë se kompanisë AMG Food i ishte kërkuar të ruante produktin në ambientet frigoriferike dhe të mos e tregtonte. Por në shkelet ligjit, kompania e ka shitur atë në bizneset të nivelit të dytë. AKU ka bllokuar deri tani nga ngarkesa vetëm 4 ton mish me salmonel. Kujtojmë se një ditë më parë u denoncua një tjetër skandal pas atij të mishit me salmonel, speca me pesticide që janë ndaluar nga autoritetet e Bashkimit Evropian në Kroaci, ngarkesë që vinte nga Shqipëria, por deri më tani asnjë reagim nga AKU apo nga Ministria e Bujqësisë. Jo për gjë, po janë të zënë me fushat elektorale.